Do të fokusohemi tek muaji I Ramazanit, më saktë do të fokusohemi tek vakti I syfyrit. Hurmat, normalisht hurmat janë tradicionale e Ramazanit edhe I kemi prezent secili prej neve në tavolinat e syfyrit. Hurmat me cekë që janë antioksidantë shumë të mirë, kanë pashtu vlera shumë të mira që ndoshta nganjëherë nuk dina dhe mi thonë sa vlera të mira që ka. Agjërimi është gjëja më e mirë ndoshta që jemi të e bu për momentin. Është një pastrim I trupit, I organeve, e ndoshta edhe një pushim që jena t'ja jap organeve. Pse nuk është e mirë kafja ose çaji I zi? Për shembull, duhet me pas shumë kujdes sepse edhe agjërimi mundet me qenë I gabuar. Nuk do me thonë pse jena tu agjëru, jena t'ju bu mirë organizmit. Edhe është shumë e bukur, edhe është shumë e shishme. Edhe të njëjtën kohë me shumë vlera, shumë vitamina. Një qëse mjafton do të thotë për syfyr. Një qëse edhe një 2 gota ujë, edhe jemi okay. Emisioni më I ri I kuzhinës në Magje të dielën në ora 10.